Në një zhvillim të ri në gjykimin për dosjen e njohur si Partizani, akuzuari Fatmir Bektashi ka kërkuar që një pjesë e ankimimeve hetimore të shpallen të pavlefshme. Avokati i tij, Sokol Haxhizaj, ngriti pretendime për një sër aktesh që sipas mbrojtjes janë kryer në mënyrë të papërshtatshme. Ai përfshiu si të pavlefshme disa akte ekspertizash, duke nisur nga kontrolli i kompjuterave e deri tek ekspertiza teknike, të cilat sipas mbrojtjes duhet të ishin kryer nga ekspertë të pavarur dhe jo nga hetues e BK-s. Në mbrojtje të pretendimeve të tij, avokatja Klodiana Gjyzari depozitoi në gjykatë një vendim të gjykatës kushtetuese që ka shpallur të palishme kontrollet e kryera ndaj një prej subjekteve me dosje, duke e vënë në dyshim bazën ligjore të hetimeve. Prokurori i çështjes kërkoi shtyrjen e seancës derisa të njihej me vendimin e kushtetueses, por ky reagim u komentua me ironi nga avokati i kryeministrit Sali Berisha, i cili po ashtu është pjesë e të njëjtës dosje. Ky vendim do të thotë që gjithë provat që këta kanë sjellë në gjykat, përveç mungesës faktit penal, po dhe ato që këta i konsiderojnë prova, janë absolutisht të pavlefshme dhe nuk mund të vijnë në themel të një vendimi fajësie. Dosja, e cila daton nga vjeshta e kaluar, përfshin 8 pandehur të dorëzuar si të akuzuar për lidhje me klubin Shumë Sportësh Partizani. SPA ka konstatuar se ish-kryeministri dyshohet të jetë korruptuar përmes dhëndrit maltezi, i cili sipas prokurorisë kishte marrë shfet nga biznesmeni Fatmir Bektashi. Rasti është ndërtuar mbi një rrjedhë dyshimesh korruptive dhe marrëdhëniesh të ndërlikuara financiare dhe kërkesa e Bektashit për shpallje të pavlefshme të aktit hetimor hap një fazë të re të debatit për bazën ligjore të provave në këtë proces.